sepse ne do ta bëjmë një bukë ekonomik. Do të krijojmë shumë të vogël. Ne sigurojmë se do të funksionojë 23 prej orientimeve tona që i konsiderojmë se janë dallueshme në krahasim me ato që kanë qenë deri më tani. Ne konsiderojmë se duhet domosdoshmërisht me ndryshu krejtësisht proporcionin e prodhimit të qumshtit, mirë që furnizimin e vendit ta bëjmë kryesisht me prodhim vendor të qumshtit, që të investohet në prodhimtarin primare të qumshtit, investohet në përpunimin e qumshtit, edhe të subvencionohet qumshti. Dhe orientimi jonë është që të subvencionohet 100% qumshti, në mënyrë që pastaj efektet e këtij subvencionimi nga qeveria të arrihen përmes punësimit edhe përmes efekteve tjera multiplikative zhvillimore, sepse është e papranueshme që ne të importojmë gjatë vitit të rreth 80 milion euro qumsht, ose të importojmë 80% të qumshtit, mirë po krahas kësaj pastaj edhe të krijojmë hapësirë për investimet, të cilat do të jenë të liruara krejtësisht prej të vëshës edhe makinerie dhe importet e tjera, dhe gjitha importet që cilat janë të lidhura me zhvillimin e bujqësisë edhe të prodhimit të qumshtit janë të liruara, edhe nga dogana edhe nga TVSH-ja, sepse ulëmtimet tona tregojnë që ato do të rikthehen përmes prodhimit të brendshëm, përmes zvogëlimit të importit edhe përmes punësimit më të madh. Ne parashohim që përmes politikave fiskale të cilat ne do t'i aplikojmë dhe masave ekonomike, siç është subvencionimi i plotë kamatave ose normave të interesit për kredit që marrin prodhuesit gjitha fushave të bujqësisë, rritja subvencioneve të drejtë për drejta për prodhues, për 3 herë në krahasim me atë që e kemi tash, neve mund të sigurojmë që investimet në bujqësi për 4 vite të arrijnë vlerën për 1 miliard e 200 milionëve, edhe që në bujqësi të punësohen rreth 120.000 vete. Edhe punësim të rregullt dhe punësim sezonal, edhe ne do Kosovës. Lëvizja vetëvendosje do të ndërtoj 4.000 banesa sociale në Kosovë gjatë mandatit të parë qeverisës dhe 160 kopshte apo qerdhe për fëmijë. Aktualisht janë vetëm 43 qerdhe sipas regjistrit të Ministrisë së Arsimit. Praktikisht i bie që ne ta pesfishojmë numrin e kopshteve duke i ndërtuar edhe 160 sot. 'Për gjërat elementare ushqimore, si buka, mielli, vaji, sheqeri, kripa, qumshti dhe arsimi në përgjithësi, ne këto do t'i përjashtojmë nga TVSH-ja dhe kësaj shporta e konsumatorit kosovar do t'jetë edhe më e rëndë për nga pesha, edhe më e lirë për nga çmimi. Atë 15 muajve të mandatit tonë të ardhshëm qeverisës, qeveria që do të udhëheqë unë, do t'i përmbush të gjitha kriteret demokratike për lëvizje të lirë të qytetarëve të Republikës së Kosovës pa viza në tërë Evropën. Zoti Beqiri, ju keni premtu sistem të tramvajt në Prishtinë. Kuaj tramvaj juaj, Zoti Beqiri? Kuaj tramvaj e LDK-s? Zoti Beqiri, ju keni premtu sistem të tramvajt në Prishtinë. Kuaj tramvaj juaj, Zoti Beqiri? Kuaj tramvaj e LDK-s? Në këta muaj ju keni dëgjuar premtime, fjalime, slogane. Ai duhet të them vetëm 2 fjalë zemre, sepse në 23 qershor ju nuk do të zgjidhni mes dikujt dhe dikujt, por mes rënimit të tejshëm dhe një rilindje për gjithë bashkë, mes papunësisë që zhulur këm kryq
dhe mundësisë për 300.000 vende të reja pune, mes taksës shesht që po i mbyt gjithë, dhe taksimit ndershëm që të lehtësojë 95% të shqiptarëve, mes shërbimeve që merren kudo sipas xhepit dhe shërbimeve që do të jepen vetëm sipas nevojës, mes fshatit braktisur në fatin e vet dhe fshatit që do të rilin duke prodhuar ushqim për të gjithë, mes një Shqipërie ku krimi ka marrë kot duke dalë jashtë kontrollit dhe kërcënuar sigurinë e të gjithë, dhe një Shqipërie ku ne brenda 300 ditëve do të vendosim rendi dhe sigurinë. Sepse në 23 qershor ka vetëm një zgjidhje. Partia Socialiste e Shqipërisë numër 29. Unë besoj që për kombin shqiptarën, për gjithësi në shekullin e 21, fati jonë matet me fatën e dy qytetit, Mitrovica dhe Shkupi. Në gjendjen e të cilën janë Mitrovica dhe Shkupi, në qatë gjendje ti e kupton se çfarë është populli yt. Është Ervin Hatipi, është një poet shumë i mirë shqiptar, është i vi, dhe me thonë që ne nuk i kemi letërsinë tonë vetëm atë që nisë dhe thejme me rilindjen kombëtare e drejtë e Ismail Kadare, po e kemi edhe Ervin Hatipin, Edlir Azizin, e kështë më radhë, ka letërsi shumë mirë. Ervin Hatipi thotë për punën e shamive, e fustaneve, ne nuk do të duhet bënim punën e robaqepsisë. Pra, politika nuk merret me robaqepsi. As nuk merret me çështjet berberëve. Kush çfarë mjekre ka, e sa e gjatë është ajo. Pra është një farmendimi totalitar që duhet na ta kontrollojmë edhe dukjen e njerëzve. Lëvizja vetëvendosje është kundër ndalimit të shamis për vajzat mbi 16 vjeç. Duhet ta kenë fytyrën e zbuluar, se përndryshe është i pamundshëm identifikimi, ose duhet me gjumë dhe gishtave, që është të paralizueshme, sidomos në Kosovë. Pra, fytyra e zbuluar, ne insistojmë në ato se çka ka në kokë, jo çka ka mbi kokë. Dhe jo vetëm që ka pas hoxhallar luftëtar, por ka edhe hoxhallar dëshmor. Edhe kjo nuk është vetëm luftën e tashme. Prej Ymer Prizrenit te Mulla Idris Gjilani, të këtilla kemi pasur në fen tonë. Pra, në asnjë situatë, shqiptarët nuk kanë bërë luftë fetare në historinë e tyre. Asnjëherë. Shqiptar, musliman, katolik, ortodoks, po bektashi, kur nuk e keni asnjë rast ku shqiptarët ndërmjet veti kanë konflikt. Për shkak të fesë, asnjëherë. Edhe unë besoj që kjo do të vazhdojë të mbetet kështu edhe në të ardhmen. Dhe jo vetëm kaq. Në secilën luftë që kanë bërë shqiptarët, gjeni dëshmorë të gjitha religionet, të gjitha feve. Pra na jena bashkë edhe në luftë edhe në paqe. Na jemi të ndarë vetëm në synimin e atyre që nuk na duan sikur. Besoj që 3 gjëra e mbajnë kombin. Edhe këtë ka thënë një teoretician anglez, Ernest Gellner. Ka thënë ekonomia industriale, arsimi ku i vetmi burim legjitim është shteti, na libra të historisë me lënë tregu të lirë tash, cili po shitet më shumë që ashtu është historia e vërtetë. Arsimi, ta thënë, që burim legjitim e ka shtetin, edhe e treta është ushtria. Ushtri, ekonomia është. Kur kom qenë një të bim në një fshat Malishevës, e morë fjallin e plak një 80 vjeçar, ka vdek vjet. Edhe tha, shiko, tha, ne këshim folë 1 orë e gjysmë të bim. Tha, unë tha s'ti ditë shkollë nuk e kom, nuk di me shkru, tha, që banë kom qenë të njetën, tha, po e di që për njeriu në këtë dynja 3 gjone e në më rëndësi. Penda, pushka dhe buka. Edhe na metë të gjithë. Penda, pushka dhe buka. Ai pajtohej me Ernest Gellnerin, se tjena i kush është Ernest Gellneri, është Franci. Dhe thonë, penda, pushka dhe buka, i bjen arsimi, ekonomia dhe ushtria. Pra, duhet minimum 3 këmbë që të rri shkombi. Është ashtu. Nëse ka rriga i ka 4, po na kemi edhe shkombën me 3. Me 2 srëm. Ama me asnjë nuk është kurgjaja. E në Kosovë, as ekonomi industriale, edhe arsimin për to, edhe ushtrisë
s'po lejohet, s'po dëshirohet. Kemi vështirë kështu të gjallnojmë. Neve na duhen të trija. Arsimi, ushtria. A i thot pra, kështu, para votave, djavë një mujt, djavë thot, nëse mu më votoni, kështu, nëse mu më votoni, këtu pari ka me lullëzu, edhe ti, kër je i hopt total, më një are, në këtë vend, janis me pane, manu dhe me lulle. Pyte shpija, ala, se, jo shatë, po e parashat, apo? E parashat se kejt lulle, kur ta parashet është kejt lulle, ja nisë me të lujt një sen mrena në zemër, e ka emnin dashurin ndaj ati që po flet, dashurin ndaj ati personit që po duhet me aqit vota. Se a i thot këtu pari ka me lullzu, thot këtu pari në këtë vend ku do t'jem unë deputet apo kretara, ministra, shfare do kohë dishka, thot këtu keme i pa, nëse unë, keme i pa o gjakët ka 300 metre. Edhe ti e del më njëherë fabrika e cevave, e kozharës, e likurës, fabrika patligjonave, e repave, e sheqerit, fabrika salsës, janis me pa qesët, e minqurinit mush me plot me praz fat, dhe që ja ndron ato tu i baj, tu i qu për Gjermanika 8 mark kilogramin, edhe janis ti me dal në Greqi me shku me gjetë farat prazve më njëherë, se po lullzon fabrika të nisën, pra t'hin ti a i person me zemër, me fjallë qera, a i ta ka ble zemrën për spati ta ka ble. E ti qka e bo këtu je robnu, po je robnu fal, kjo anë përmet propagandës votimit, edhe premtimit, a i premton. Kur të vione, gjadët kanë me qenë kejt ka 4 lenta, ke me hecë 200 kilometra në orë në për katon. Zare do gjemë me ndunë se që shtush edhe në këto të tona po i qojnë ka 200 metra. Zare për javë qëtë kamera se a bo. Mësë për javë qëtë televizori se a është kjo punë e krime. Shqyqoni hala me gropa, kur gjohë sa bo, ma ka dalë pak kërët. Se sa pas një sen, lirono se tjerë pas kanë maqineri shumë fuqishme me të bo robë pra. Karrieristat me një fjallë, me të bo robë. Deri kur shkojnë këto hoxho pra, a ke mundësimin a kalzut deri kur shkojnë këto? Këto shkojnë aq larg, edhe njëherë po thamë sa që ti vritesh, a i këndon. Se a i më në fund thot, për një njeri si unë me ardhë me bo këtë lullzim edhe këtë zhvillim, pse po shkoj këndi kurbana kur gjosa kjo punë. Edhe me ndonë popli pastaj se me këta duhet me arsjetu, me të vërtet kjo duhet me arsjetu, se po lullzoj një metre e gjysë ma di para shkallëve, da përsi të me në bot, po e lullzoj në gratë, të shpia, një 2 metre para shkallëve, lullzoj në tanëm, këtë knesh në borë ka lullzu, një 2 metre para dirve ka lullzu a ban me në leju me pytë. Një 2 metre para dirve të mdoja, te poshta ka lullzu. Karrierizëm në qenë ka pra, definicioni i karrierizmit me ndërtu një vend unë zemrën tane.